duke pas parasysh që zgjedhjet e radhës vendore ndodhin në fundin e prillit apo në majin e vitit 2027, është shumë e rëndësishme që reforma territoriale të përmbyllet siç janë dhe praktikat më të mira europiane rreth një vit përpara zgjedhjeve. Që do të thotë synimi ynë është që të qëndrojmë besnik këtij parimi, duhet përmbyllim pjesën territoriale të reformës deri në korrik të këtij viti. I kemi kërkuar javës që kaloi Parlamentit që të ndryshojmë mënyrën se si është formuar komisioni, pa ndryshuar shumë çka, po duke shtuar thjesht një antar në anën e maxhorancës në mënyrë që të krijojmë një mekanizëm zhbllokues për funksionimin e komisionit. Kjo s'do thotë që opozita s'është në komision, opozita do të jetë gjithmonë e mirëpritur në komision, në të gjitha proceset, në të gjitha hapat, në të gjitha diskutimet, do të ketë vendin e saj sistematik. 8 antarë të komisionit janë ata që janë. Kemi kërkuar gjithashtu që ndryshojmë një element dytë, që nga bashkëkryesi të kalojmë në një proces kryetar nën kryetar, siç janë komisionet standarde të komisionit.